Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka gati kompaninë e cila do të transportojë votën për emigrantët shqiptar nga 5 kompanitë ndërkombëtare që ofrojnë shërbimin ekspres të ftuara në konkurrim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Është përzgjedhur DHL. Kjo kompani postare do të bëjë të mundur dërgimin dhe kthimin e zarfit me fletën e votimit në 85 vendet e botës ku emigrantët shqiptar jetojnë. Ndërkohë, një vëmendje e shtuar do duhet nga votuesit shqiptar të cilët jetojnë në diasporë dhe kanë shprehur interes për të votuar pasi janë regjistruar në platformën PER, duhet të ndodhen në Shqipëri, sepse zarfi zgjedhor nuk do të lihet në kutit postare ku zakonisht qytetarët e huaj marrin fatura mujore, por do u dorëzohet personalisht votuesve. Paraprakisht është përllogaritur fondi me 10 milion euro për 245.808 zarfe, të cilat do të shpërndahen emigrantëve shqiptar, dhe kosto e transportit të një vote për votuesit shqiptar nga diaspora do të kushtojë rreth 40 euro. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke filluar nga data 5 prill, në sallën e lojrave Feti Borova, pranë Parkut Olimpik në Tiranë, do të nisë paketimi i 245.808 zarfeve me fletët e votimit, për t'u dërguar të gjithë emigrantëve të cilët janë regjistruar për të votuar nga vendet ku ata jetojnë. Për fletët e votimit të emigrantëve të diasporës do të përdoret i njëjti model si në Shqipëri, por me një element shtesë, ku do të jetë një shirit blu në anën e pasme.